Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Skënder Hita, zhvilloi mëngjesin e kësaj të martë një takim të zgjeruar në Drejtorinë Vendore të Policisë Fier me drejtuesit e strukturave policore dhe shefat e komisariateve të qarkut. Takimi u përqendrua te zbatimi i urdhrave dhe prioriteteve të fundit të përcaktuara nga kreu i Policisë së Shtetit, të cilat po prezantohen personalisht nga Hita në çdo drejtori vendore në vend, me synimi për të rritur përgjegjësimin dhe efektivitetin e strukturave policore në terren. Burimet nga mbledhja bëjnë me dije se në fokus të diskutimeve kanë qenë forcimi i rendit dhe sigurisë publike, lufta kundër kultivimit dhe trafikimit të lëndëve narkotike, si dhe monitorimi ajror i territorit për evidentimin e aktiviteteve të palishme. Një rëndësi e veçantë është kushtuar dhe sjelljes dhe korrektësisë së efektive gjatë kontrolleve në rrugë. Drejtuesit e policisë kanë kërkuar që ndërhyrja ndaj shkelësve të ligjit të mos mbështeten vetëm te kontrollet rutinë, por kryesisht te informacionet operative dhe inteligjenca policore. Takimi në Fier vjen në kuadër të një serie analizash dhe inspektimesh që drejtuesit më të lartë të Policisë së Shtetit po zhvillojnë në qarqet e vendit për rritjen e performancës së strukturave vendore.